Të dashur shqiptar, na ka bërë historiania Elena Kocaqi me 3 vrima si fyll, sepse ashtu i bie fyllit Helena, i bie shqiptarit në fakt. Dhe shqiptari është një fyll. Pse? Elena i thot që Skënderbeu e merr emrin nga Aleksandri i Madh. Elena thot që Aleksandri i Madh është profet i fesë islame dhe i fesë hebrejve. Elena Kocaqi, e kuptoni ju apo jo? Skënderbeu e merr emrin e tij nga turqit Iskander, që është në fakt vërtet shkurtim i fjalës Aleksander. Por Aleksandri nuk ishte i madh. Aleksandri ishte hynor, që është Dion në gjuhën greke, që sot do të ishte Dhion. Pra ky Dhioni, ky është hynori, dhe që është djali i Zeusit dhe jo i madh. Të madh e bëmë ne. Duke rënë fyllit me shqiptarët, barin të shqiptar. A e dini ju se Aleksandri i Madh e ka pushtuar Shqipërinë? Të thuash që Aleksandri i Madh është shqiptar, është një lloj sikur të thuash që ne e kemi prejardhjen nga Sultan Murati, sepse dhe ai e ka Shqipërinë e ka pushtuar. Ose sikur të thonë në çamët që ne e kemi prejardhjen nga Venizelos, sepse ai ka përzënë çamët nga çamëria prapër në Shqipëri. Ose ndonjë udhëheqës tjetër grek, Zerva, ose ndonjë mut grek. Pra, ta bësh ti origjinën e shqiptarëve nga Leka i Madh, sepse ti ke aftësinë për ta shkurtuar fjalën Aleksander në lek, por para Elena Kocaqit e kanë bërë shqiptarët mbreti zog, ja vë emrin vetes Leka nga Aleksandri, Leka ju një dashur, një lloj si kabalus në kale, amikus në mik, medikus në mjek, Aleksander në lek, dhe ne përdorim lekën. Këtu është e vërtet. Leku vjen nga Aleksandri i Madh. Tani, unë kam gjetur fjalët e gjuhës maqedone në Aleksandri, ku është biblioteka e Aleksandrisë, pra Aleksandrit të Madh, të ngritur nga Ptolemejt. Pra ata pushtojnë Egjiptin dhe ngren atje qytetin e Aleksandrisë, sipas gjasave atje është varrosur Aleksandri i Madh, mbasi u helmua nga vetë Helenët, i hodhën ata një pikë helmë në verë dhe kështu kanë ikur në këtë botën tjetër shumë gazetar të shquar, shqiptar, që bënin thirrje për bashkimin me çamërinë. Ikën si Aleksandri i Madh, të dashur shqiptar, ikën fare nga kjo botë. Në kulmin e veprimtarisë së tyre të madhe. Pra, i besohet greku kur të jep dhuratë Aleksandrit të Madh, kujdes nga greku kur të bën dhurata. Pra, unë kam gjetur gjuhën maqedone të regjistruar në librat, në fashikuj të gjetur në shkretëtirat e Egjiptit, mbasi biblioteka e Aleksandrisë u dogj nga vetë kristianët, nga grekët more u dogj. Dhe disa fashikuj shpëtuan, dhe aty janë fjalët e maqedonishtes së lashtë. Dhe një nga këto fjalë është fjala ad-dai. Grekët e kanë shpjeguar me fjalën rumoi në numër shumës, që në njëjës është rumos, në greqishtën e sotme është rimos. Dhe çdo grek e di që rimos i thon një blok prej druri. I thon gjithashtu druri të Hostenit, për të gjuajtur qetë që vendosen mbi qerrën. Pra, nga fjala ad, që do të thot mbi, dhe dai, që do të thot pishtar, daos, ka dalë fjala ad-dai. Pra, është një fjalë greke plus një parashtesë maqedone. Këtë parashtesë e gjejmë tek gjuha prygëse, që është folur në Prygja, në Shqipëri, dhe në Azinë e Vogël, sepse aty u përzun prygësit nga grekët. Dhe në gjuhën prygëse është një folje ad-daket. Pra, është prapë përngjitur pjesa ad tek folja bëj, daket, në gjuhën prygëse. Kjo fjalë përdoret në gjuhën e keltëve në Irlandë, kemi ad marus,
Mar do thot i madh në gjuhën kelte, admarus do thot shumë i madh, pra mbi i madh. Pra, pikërisht, një lloj si fjala Aleksandri i Madh, kjo fjalë mbi ose e madhe është një parafjalë edhe ndaj folje në gjuhën kelte, në gjuhën brygase dhe në gjuhën maqedone të lashtë, por nuk është në gjuhën shqipe, pra të dashur shqiptar. Kjo është gjuha maqedone. Megjithatë, unë kam gjetur fjalë të ngjashme me gjuhën maqedone të lashtë dhe gjuhën shqipe dhe ju do mbeteni pa mend. Pra ka ngjashmëri sepse gjuha maqedone e lashtë është zhdukur, por ka qenë gjuhë indo-europiane e përbashkët me rrënjë të përbashkëta me gjuhën shqipe. Megjithatë, kjo parafjalë ad gjendet vetëm në gjuhën kelte, në gjuhën brygase dhe në gjuhën maqedone të lashtë, nuk gjendet në greqisht. Por fjala ad-dai është formuar me numri shumës, si në greqisht. Pra, maqedonët flisin një dialekt helen, por fjalët janë jo greke. Kjo është bukuria edhe ilirishtes, edhe maqedonishtes, që të dyja gjuhë të zhdukura janë dialekte helene. Pra, helenët e kuptonin se çfarë po thoshte pak a shumë Maqedoni, por jo çdo fjalë maqedone e kuptonin. Edhe ne nuk kuptojmë çdo fjalë të arbreshëve në Itali. Dhe arbreshët nuk kuptojnë çdo fjalë që themi ne. Janë degëzuar, pra gjuha arbreshe dhe gjuha shqipe. Megjithatë ne e kuptojmë që është gjuhë shqipe sepse gramatika është identike. Pra edhe lakimi i emrave në gjuhën maqedone është identike me gjuhën greke, edhe zgjedhimi i foljave. Por fjalët janë të ndryshme. Tani këto filma nuk do i kisha bërë, sikur Elena Kocaqi mos kishte botuar librin Aleksandri i Madh, profeti shqiptar, sepse ajo nuk turpron veten e saj veten, por më turpron mua, më turpron kombin tim dhe unë nuk mund ta lejoj një gjë të tillë. Ashtu siç nuk mund ta lejoj kryeministrin shqiptar që të bëj një qeveri shqiptare, një organizatë kriminale. Jo, këtë nuk do ta lejojmë. Jo, ne shqiptarët do ngrihemi përsëri si në dhjetor, ish studentët e dhjetorit, i ftoj të gjithë, intelektual të shquar janë pak a shumë, i ftoj që të marrin pjesë pra në këtë kryengritje intelektuale. Mos dilni në përsheshe, sepse njerëzit e shkretëtirës përsëri do vënë lëndë shpërthyese dhe do thonë që Partia Demokratike i bëri këto veprime të dhunshme. Prandaj mos dilni fare në demonstrata. Edi Romi, Edi Jevgu rrëzohet me vota, edhe me fyell. Po sikur t'i bëjmë 3 vrima edhe neve Edit, ç'mendim keni për këtë? Ju lutem, më shkruani në komentet tuaja.